Aktualisht punimet e fazës së dytë për zgjerimin e superstradës Tiranë-Durrës kanë ecur me ritme shumë të mira, ku realizimi fizik ka arritur në masën 50%. Sipas autoritetit rrugor shqiptar, është punuar për ndërtimin e shtresave asfaltike në krahun e majt në drejtimin Tiranë-Durrës, ku është bërë devijimi i qarkullimit të lëvizjes së mjeteve, duke përdorur zgjerimin e ri pranë mbikalimit të Rinasit, me qëllim vazhdimsinë e punimeve në aksin rrugor ekzistues. Devijimi është i pajisur me sinjalistik të përkohshme në përputhje me standardet e sigurisë rrugore. Autoriteti rrugor shqiptar thekson se punimet do të vijojnë në krahun e djathtë të këtij segmenti rrugor me ndërtimin e shtresave asfaltike. Gjatë një inspektimi të punimeve pak më shumë se një muaj më parë, së bashku me kryeministrin Edi Rama, numri 2 qeverisë, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, u shpreh se zgjerimi i autostradës Tiranë-Durrës në 5 kilometrin e parë synohet të përfundojë në dhjetor të këtij viti. Pas zgjerimit të superstradës, shpejtësia e lejuar për qarkullimin e automjeteve do të jetë 90 deri në 140 km/h. Sipas projektit, ky rrugë do të shtohet me nga 2 korsit në secilin krah lëvizjeje, duke bërë që në total të arrihet në 8 korsi.